Berisha ka nisur foltoren 2, nëse herën e parë bëri për PD, tani herën e dytë e bën për të çliruar Shqipërinë. Revolucioni që ka nisur në Iran do të përfundojë në Tiranë. Tha. Tani këto janë pralla me mbret apo jemi në një diktaturë të vërtetë? Se mund të jetë prallë. Kush e haludon për prallë? Për çfarë prallë? Për çfarë bëhen këto foltore, këto protestat? Foltore bëhet për mobilizimin e qytetarëve. Si shikoni pozicionin e Berishës sot? Se Berisha tha më i fortë se kur. Më i fortë se kur. Revolucioni tha që ka filluar në Iran do përfundojë në Tiranë. Po patjetër. Për të rrëzuar kryeministin. Ajo dihet, ke edhe një thirrje të inflacirie nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës për kryeministin e vendit që është autori i këtij narkoshteti. Nuk i besoj. Nuk i beson, Jo. As Edi Ramos nuk i besoj. As Edi Ramos nuk i beson? Jo. Duhet si forcë politike tjetër. Po Berisha thotë të rrëzojmë këtë herë. Harroj atë më bëth. Është kot, Kot. As ka për të shliru, as ka për të bo. Ai pushtet është në pushtet do mbetit. Jo, nuk e bo, as para ta, as për këtë. Po për kë e bë? Po vetë që u lidh me atë djatin. Me Ramën? Tu ta foj pena. Ato e nga fëmime. A e më bëlekut mo. Ata nuk i kanë punët mi me njëri tjetrin çfarë? As i kanë punët, po shipe shkuj të dy s'janë njësoj. E zgjisat janë njësoj, s'janë njësoj asje. Ta them drejtën, nuk i gjikoj njerëz që nuk shkputen kur nga karrika, si shpjegohet. Nuk mund t'i gjikoj. Vetëm pushtet kërkon të 35 vjet. E kemi njekur dikur, kemi shkruar dikur me mendimin për zhvillimin. Qa morëm? U tha 35 vjet do kthehet prona. Ku janë pronat? Ku i kam? Në kohën që po jetojmë, është mjaft e vështirë për të thënë një vërtet. Berisha është arkitekti i Shqipërisë. Në demokraci është arkitekti i Shqipërisë. Po çfarë them unë? Ato i din vetë punët e veta. E shliru me ka qenë, që në kohën e Partisë Punës dhe tani, çfarë të themin atjetër? Çfarë po kërkon Berisha? Berisha kërkon që atë rrugën e vet që do të më shkojë ka burgu, aty kërkon Berisha. Këto janë pralla apo ne jemi në një diktaturë? Ai ka mirë këtë mohabet, edhe inshallah realizohet, po është tepër vështirë. Është e vështirë, ë? Kjo sepse PD-ja është e dobët apo Rama është i fortë? Rama është i fortë. Është i fortë. E cila është zgjidhja? I jepni në një recetë juve? Themi që me kalimin e kohës çdo gjë do të shkojë në vend. Berisha tha revolucioni që ka filluar në Iran do përfundojë në Tiranë. Po kush është Berisha je? Berisha ka pjerë. Ajo te sa vjeç. Ai ne bukën i dridhen dure tani kur e ha. Tashti politika përdoret dhe për interesa vetjake, për të shpëtuar nga disa zullume. E parasysh, nuk u kam besuar kur politikanëve unë. Sepse politikanët të përdorin për interesat e tyre, të flakin tutje, edhe të përdorin domethënë si duan ata. Është arti i pasurimit është politika. Domethënë do të pasurohesh, merru me politikë. Politika nga pler të bën vlerë, po ngelesh pler.